që pas divorcit nga Xhensila Myrtezaj, Beskallaku ka tentuar që të vendos jetën e tij në një normalitet. Prej vitesh ai ka provuar të bëj pak nga të gjitha, aktrim, muzikë dhe biznes, duke eksperimentuar në disa fusha. Por duket se divorci tronditi jo pak jetën e tij, duke e bërë që të merrte pak kohë nga këto angazhime. Megjithatë, nuk mund të themi se një të mirë e pati e gjithë kjo histori. Pas ndarjes çmimi për të pasur performancat e tij live u rrit ndjeshëm. Shkaku bën edhe disa këngë në dukje si akuza drejtuar ish gruas së tij, por me sa duket, kjo situatë nuk zgjati shumë. Edhe pse solli disa produksione të reja, tregu muzikor duket si një terren plotësues për të, sesa një profesion i mërfillt. Ndaj edhe Beskallaku ka vendosur të rikthehet edhe një herë aktrimit. Aktori do të rikthehet edhe një herë në skenën, ku edhe u bëj famshëm në show të humorit. Me sa duket, aktrimi është përsëri në planet e tij, duke vendosur që të kthehet edhe një herë, jo vetëm si aktor humori, por edhe një pjesëmarrje në filma dhe produksione që do të mbrin nga vetë ai. Ditët e fundit, aktori ka nisur edhe përgatitjet për rikthimin e tij në kinematografi, duke vendosur kështu të rikthehet sërish tek dashuria e tij e parë. Rreth një vit nga ndarja me Xhensilën, Besi ka vendosur që të ndërmarrë edhe një herë rrugën që i dha suksesin, duke lënë pas dështimin në dashuri. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.